Silvio Gonzato, ambasadori i delegacionit të BE-s nga Korça, i është përgjigjur interesimit të gazetarëve lidhur me zgjedhjet e 11 majit. Sipas tij, deklarata nga Brukseli ka qenë mjaft e qartë lidhur me domosdoshmërinë e miratimit të reformave gjithëpërfshirëse zgjedhore. Nuk e di nëse kanë dalë rekomandimet përfundimtare, por natyrisht që kanë parë rekomandimet paraprake. Ka patur gjithashtu një deklaratë shumë të qartë nga Brukseli dhe është një element që unë dua ta përmend, që unë e kam shumë kryesor, siç e ka thënë edhe përfaqësuesja e lartë Kala. Është koha tashmë që qeveria shqiptare, por edhe parlamenti të miratojë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, e cila të përfshijë të gjitha rekomandimet e shkuara dhe të tashme nga OSBE-ODIHR. Rezultati dhe përgjegjësia bie mbi qeverinë që të ndërmarrë e të kryej këtë reformë kaq të gjerë, sepse me patjetër që i ka numrat. Nga ana tjetër është pritshmëria e shqiptarëve, duke qenë se Shqipëria është në këtë rrugëtim për të futur në Bashkimin Evropian. Lidhur me standardet e këtyre zgjedhjeve, ambasadori Gonzato rithekson se rekomandimet e OSBE-ODIHR-it duhet të adresohen. Raporti paraprak i OSBE-ODIHR pasqyron si kanë qenë këto zgjedhje, ndërkohë që përmenden edhe çështje si përdorimi i burimeve publike apo presionet e votuesit e të tjerë. Ndaj unë theksoj se këto rekomandime duhen adresuar dhe zgjedhjet e ardhshme të kryen me ligj elektoral të reformuar. Dua të vlerësoj Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për punën që ata kanë bërë, prokurorinë e përgjithshme, SPAK, që do të thotë se kanë qenë një bashkëpunim ekzemplar. Sa i takon opozitës dhe mosnjohjes së zgjedhjeve nga ana e saj, ambasadori u shpreh se të gjitha partitë janë të lira të raportojnë në organet përkatëse, por nga ana tjetër ai mendon se të dyja partitë janë të dedikuara ndaj procesit të antarësimit. Do doja të thoja që çdo parti e cila mendon apo ndjen se ka patur parregullsi, patjetër le të raportojë ato dhe të ankohet te organet përkatëse, që janë organet që administrojnë zgjedhjet, dhe natyrisht edhe në organet të tjera përkatëse. Kjo është mënyra se si duhet të shkojnë gjërat. Megjithatë, shpresoj që të dyja partitë kanë theksuar shumë herë dedikimin e tyre ndaj procesit të antarësimit dhe përpjekjeve të Shqipërisë për të shkuar drejt Bashkimit Evropian. Do të punojnë realisht në këtë drejtim. Këto komente Gonzato i ka bërë pas një vizite në Bashkinë e Korçës ku u takua me kryebashkiakun Sotiraq Filo në kuadër të Javës së Europës.